Nga ushqimit të cilën edhe inspektimet të cilën të diskutuam pak më parë me zotrin Shahine, ne tash do të kalojmë krejtësisht në një temë tjetër, temë të cilën e kam paralemruar edhe herët në mëngjes, do të flasim pra për mënyrën se si ndërtojmë, se si ndoshta e bëjmë një dizajn brenda banesave dhe shtëpive tona, po so edhe marrim mendime nga arkitektët, nga profesionistët e kësaj fushë, patjetër. Do të flasim çush kemi ndryshu tash ndër vite, edhe sa konsultohemi ne me ta, por pa tjetër fokusen do të kemi tek arkitekti Arbër Shala, i cili është këtu me ne në studio dhe është bërë viral në rrjetet sociale me video të cilat i shpërndan në profilin e tij, duke këshilluar, duke uzuar edhe duke nda pyetje dhe përgjigje me ndjekësit e tij, pa tjetër për mënyrën se si ndërtojmë, ku i bëjmë gabimet, çka duhet kemi parasysh, qoftë tek përmasa, qoftë tek ndriçimi, tek lagështia, e shumë tema të cilat Arbri i ka trajtu në profilin e tij. Unë i kam pa në Instagram, besoj i poston pastaj edhe ndoshta edhe në rrjetet të tjera sociale, sidoqoftë ne po flasim tash Arbrin e kemi këtu në studio, e shfrytëzojmë këtë mundësi me kuptuar edhe disa detaje të tjera. Mirëmëngjes, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Graci që të kemi këtu, Arbri më herët thaun kur nisim për profesionin, veç dhe drita dhe nuk ndalem, kështu që Arbër çish po shkon puna edhe çish po e shati arkitekturën në Kosovë. A kemi evolu, jemi zhvillu këtë aspekt, apo jo, ka pasur ndryshime? Fatvarsisht po. Çdo vit është më i mirë se tjetri, edhe normalisht që gjanat shkojnë gjithmonë për mirësim, e fatvarsisht që shkon për të mirën e këtij vendi. Ka udhës, gjithmonë ka gabime, ka gjana që do të më i përmirësu, ka gjana që do të më i kushtu vëmendje më shumë, po në përgjithësi është mirë, do të bën me unë. Çka për shembull duhet me pas vëmendje, me qenë se po i theksoni? Për shembull në ndërtime, në ndërtesa, apo edhe në shtëpi tona, në industri? Arkitektura është profesion i gjatë. Do të thonë ka shumë fusha ku arkitekti vepron edhe ku mundohet me i përmirësu gjana. Duke ja nisë për projekteve prej zeros, nëse mundemi me thënë ashtu, projekte të reja, qofshin ato shtëpia, qofshin ato godinat mloja, hapësira banimi, komerciale, kështu me radhë, po edhe prej interiereve brenda atyre hapësirave. Sa ma shumë që i lini mundësi arkitektit me i dhonë këshillat e tij, me i dhonë ato mundësit e veta që i ka në dispozicion për me i përmirësu gjanat, ashtë ma mirë për klientin fund ditës. Do shta po e ripërsëris një gjatë që sa po e thamë bashkë, sikur se ku shkojmë të mjeku si përzijem fare. Edhe arkitektit nuk është mirë me ju përzi. është mirë me i lonë që aj me shprej kreativitetin e ti deri kushtimisht, më thonë deri në maksimum, se ajo ngarkon budgetin shumë pastaj, po në arsyeshmërinë ekonomike. Qysh e kemi edhe ne këtë vendin tonë, ekonomin tonë, ashtu edhe arkitekti duhet me qenë i vëmendshëm se çka po bën. Nuk është mirë me i te kalu gjana, sepse në pafundësimun është me shku me të bukurë. E kështu që do të me pas kujdes. Kur jemi këtu, me qënë se e bëm një dallim edhe me mjekun, po tash edhe me zhvillimin e teknologjisë, na shumë po e përdorim edhe ChatGPT-n. E sa po e përdorim edhe në këtë aspekt, edhe api u pengon, a ja qëllon tash qetin, a kur ja dërgojmë një foto dhe theme, ma bëj këtu një tavlinës, të qysh mundët me mu do kuzhina ose saloni, diçka e tillë. E bëjmë edhe me mjek, a? Mas pari ja qënë një... Marim disa zime prej ti, pas ta i kalujem të tjetër. Po e ka përcej pak e s'kkëtë pytje. Unë kam pas fatin me qenë edhe projektuesi ambienteve shëndetësore, kemi projektu spitale, klinika, poliklinika, e kështu me radhë, edhe kam pas rast me unë njoftu me mjek në ndryshëm. Edhe kohëve të fundit po flasë, kemi një rast super interesant, edhe doktori thëtë ta vinë të une me analizë ChatGPT-s, edhe më thojnë, doktor, ChatGPT-ja po thëtë. Po këthena të kjo pyetja juj. Unë e përdori ChatGPT-n, Gemini edhe software tjera ma shumë se 2-3 vite, më dhe me thonë. Biles kohën e fundit, para 1-2 muje kam qenë mësafir ligjeru si ftum në, kur ka qenë, po më duket përvjetori i odës arkitektëve dhe inxhinierëve të Maqedonisë, kam bajt një ligjerat për inteligencën artificiale dhe ndikimin e saj në arkitekturë. Inteligenca artificiale sot na i leton shumë gjanat, na i shpejton shumë gjanat, nuk e zavendëson arkitektin dhe në asnjë mënyrë nuk ka me mund me zavendësu, sepse ajo pjesa humane që e ka një individ nuk mundet asesi AI me e marrë, ose inteligencë artificiale. Si përdoret sot inteligencë artificiale në arkitekturë?
Sikur se e the vetë, ma jep një imazh se si mundet më du kuzhina ime. Mirë po për masat nuk janë ato që ti kete kuzhina e yte, në ambientin të planimetria e kështu me radhë. Kam pa, kur të vinë të unë, kam pa që mi japin disa foto, imazhe, mi tregojnë me telefon, shife që kam ba unë, shife që jam mundu me bo, okej, mirë është për me të adhon një përshtypje të parë, po nuk e përdorin si duhet. Dhe edhe ne që e përdorim e AI në mënyrën profesionale, nëse mundem me thanë, nuk mundesh asgjë me e bo, pa e pas brumin tëndë, pa e pas atë iden fillestare që ti e ki, pa e vendos pak atë në softverat që i përdorim ne, dhe pastaj mundesh me AI me përpunu 3D imazhe, mundesh me i përpunu disa koncepte elementare, për shembull i ke disa skica tua, i fut me AI, i shef paka shumë volumet e gjanat, po jo edhe ashtë. Por, ideja ose ka mundet me shku e AI, ajo, po du me përdor termin e frikshme, po është lehtësuese për shumë aspekte. Ndoshta në aspektin e planifikimit urban ka me qenë një ndim shumë e madhe, se ka software special që evaluojnë zonat dha urbane, lagjet dha dhe japin propozime ndryshme, ja letojnë arkitektit shumë. Për momentin është kjo gjendje. Po mirë, po mos të harrojmë se pastaj qetin non-stop me vete su në marëm, edhe këna vinë mjeshtër për mobile, gjëra tjera, e lërë një dirë gabim një diçka të tillë. Pra ndaj edhe Arbër ka vendosur që me nda këshilla me ne në rrjetet sociale, edhe qysh po shkon kjo punë, pse po të arsyshme, a e pritët ndërshta këtu përgjigje, komente, pyetje që mundet me ju bo nga ndjekësit. Shqo, janë disa faktorë që kanë ndiku, unë të parën që mbi ndërmend, dhe më thonë, është nevoja për këshilla, sepse në teren, kur dalim në teren, e vreqën masa të cilës ne i projektojmë, masa në përgjithësi nuk është se mjaftueshëm din. Fatkeqësisht ndonjëherë më duhet me thonë që edhe individët që janë më afër nesh, në këtë rast mjeshtrit, edhe mjeshtrit kanë perceptim të gabum për disa gjana në projekt. Për shembull, për izolime. Për shembull, për izolime termike, ma sakt, dhe izolime hidroizolime, pra ku është dallimi. Hidroizolimi e mbron ambientin tonë, e mbron shtëpinë tonë, godinën tonë prej ujrave, ndërsa termoizolimi është temperaturën, dhe më thonë temperaturën e nxehtë verës apo të ftoftë dimrit, godinën nga brenda e mbron që mos me e liru nxehtësinë apo mos me pranu të nxehtit nga jashtë brenda. Dhe këtu ka perceptimet gabume. Po ashtu në pandemi, gjatë kohës, kishim kohë me reflektu, edhe ideja ka qenë tërkohës të bëjmë diçka që t'i vendosim disa video interesante, qoftë në YouTube, qoftë në rrjetet tjera. Mirë po, në ato kohë nëse nuk gaboj, TikTok i murhov mjaftueshëm, dhe nuk ishte, se di, nuk e bam. Pra, vitin e kalum, në fakt nuk i bje tash vitin e kalum, si jemi 26-ën, 24-ën, fillu me provu diçka, po unë nuk e prita që informata që na vijen brapa, ose feedback, si i themi, do t'jetë aqe madhe. Dhe një prej videove tona, që ishte për lakshti, për myk, mur një shikueshmëri tepër të madhe, mbi 1.5 milion shikime. Për shkak se ndodha aq shpesh edhe aq shumë të Kosovë. Po, jo vetëm të në Kosovë, ky fenomen është prezent kudo në botë. Për shkak të pikërisht asaj që thash, perceptimit se si e trajton mënyrën e izolimit të mbështjellësit jashtëm të ndërtesës, godinës, shtëpisë, çfarë do objekti tjetër, sepse them, ka mënyra ndryshme që ti e bën ato. Dhe kur e pash atë feedback, thash, opa, kjo është diçka që nuk e prita. Pastaj fillum me disa video tjera, me disa këshilla tjera, që janë kryesisht informuese dhe edukuese në radhë parë. Edhe sot kur e bëjmë një video ka shikueshmëri shumë të madhe, edhe pse është e shkurt, është 1 minutë e 30 sekonda, apo 2 minuta, le të themi, po mënyra se si po perceptohet e po pranohet nga masa e gjanë është shumë e mirë. Mu po më pëlqen sepse edukimi po e arrin atë pikën ku unë kam dashur, që masa e gjanë me kuptu disa gjana si banë. E video tonë janë ndryshme, besoj i ke po edhe. Po. Dhe pikërisht duhet të ndalën për shkak që shumica prej nesh tash jetojmë në banesa, në komplekse banesore, do të thotë edhe nuk janë aq të mëdha, mundohemi me shfrytzu gjithçysh mënyrën më të mirë të mundshme se cilën hapësirë, shkojmë bëjmë dollapa aq shumë, po çka mundet me qenë ideale për ne?
është që ideale nuk ka kur. Po dhe po, e mirë me po dhe e shfrytzueshme. Shumë i tentojmë me u afru ka idealja. Në varësi të ambientit që ne projektojmë, sepse projekti thuhet çdo gjaje, qoftë projektit jashtëm, qoftë projektit brendshëm, pastaj ndahet në interier e merall. Kur projektojmë hapësirat brendshme, pra interier të një ambienti, dhe nëse në këtë rast është ambient i një banese, posaçërisht një banese, një apartamenti, ne mundohemi me qenë shumë praktik dhe çdo hapësirë, çdo skut, nëse mundem me thënë, me e shfrytëzu në të mirën e përdorimit të banorëve të asaj banese. Të gjithë ne që, më dhe unë jetoj vetë në banesë për momentin, të gjithë ne që jetojmë në për banesa e dim që sa më rëndësi kanë hapësirat. Kështu që unë mundohem në ato ambiente me përdor edhe mobilje që janë vend kursyse nëse mundem me thanë, pra mos me qenë një fotele 1,5 metra me 1,5 metra, se në fundit njeriu nuk është qaq i madh. Një fotele mjaftueshëm është me 70, mjaftueshëm është. Edhe sofa apo kauçi, mobilje tjera me qenë në suaza dhe në ato norma që duhen me qenë. Pra kjo është ajo idealja nëse mundem me thënë. Pastaj vjen elementi bukuri. Sa të bukur di me e bo ne dhe aspekti ekonomik. Sepse të gjithë ne e dim që fund nuk ka kur do në me investu. Po ka një optimum. Pra jo minimum, jo maksimum. Ta gjejmë një mes, një mesi është i artë, një optimum. Kështu që kushdo që punon me mu e din që unë jam një arkitekt shumë praktik i cili mundohet që buxhetin që e ka nda familja me e analizu mirë edhe me e shfrytzu sa ma mirë. Jo me i thonë që ke një buxhet ti edhe po mirë kishte me qenë me pas 2 fishe, 3 fishe, 4 fishe. Se ne dim se e mirë nuk ka fund. Po me qenë sa ma praktike dhe optimal. Në çfarë stile po shkojmë, a ka ndryshu stile në cilën qysh po e bëjmë interieren brenda banesave, shtëpive, ku jemi modern, jemi klasik, jemi minimalist. A jetë vërtita këtu që po i shojmë me rrjetet sociale, së shumë bukra, duke për shembull në Instagram, Kërtym, Pinterest, e tjerë, po sa po i aplikojmë edhe sa janë mira dhe të në. Më provokove pozitivisht me fjallën Pinterest. Pinteresti është një aplikacion i cili t'jep mundësi që kur e hap aplikacionin, me i pa imazhet e grumbullume, sepse është aplikacion që me një kërkesë ti sjell përpara ato intereset e tua. Por, ku jemi ne? Arkitektura është e gjanë. Stilet janë të ndryshme, po ne jetojmë 26-ën dhe kushtimisht po them që shumica e kërkesave që vinë tek unë, sepse unë jam arkitekt që e praktikoj arkitekturën bashkohore. Nëse mundem me thënë, se termi bashkohor është i gjanë, pastaj aty futesh minimalizëm, kontemporan, dekonstruktivist, e kështu me radhë. Po është arkitekturë bashkohore, në një term më të përgjithshëm. Edhe pastaj në varësi të buxhetit, ne praktikojmë gjanat. Termi minimalist është, nëse e kuptojmë mirë, është sa ma pak me e ngarku ambientin. Qoftë edhe, nëse mundem me thonë, pa perde, pa gjana tjera. Por, ka dhe ta atil që kanë dëshirë me e pas një, nuk po du me përdur termin klasik, se nuk jemi të jetu mrapa në ko, po një interier elegant, i cili ndërthur disa elemente, pra jemi sot, 26, është diçka bashkohore, po me ndërthurjen e disa elementeve të stileve të ndryshme. Dhe në përfundim, ajo del një interier bukur elegant. Prandaj kom dëshirë me i thonë interier elegant. E ku po shkojmë ne, po them, masa kur vjen të une, kryesisht janë qifte treja, ndoshta dhe mezomosh, dhe kanë shiku shumë Pinterest, e kanë pa gjana në për internet apo rrjetet tjera sociale, më shumë është bashkohore, më shumë është ajo arkitektur, edhe pse në disa momente besoj që i keni vrejtë dhe ju që koha e përcakton stilin. Në një moment caktum, koha e përcakton stilin, është trend, ose trendi e përcakton stilin, nëse mundem me thënë, që trendi i përcakton shumë gjana, edhe modën, kthehen mrapa në vitet e 60, shkojnë për para, që sot është interieri është një element që sa ma shumë me qenë funksional. E pasha një video të cilën e keni postu për 3 gabimet që bën diaspora kur ndërton në Kosovë. Po. Shqyqon, është interesante,
diaspora nuk i bën veç 3 gabime. Unë i kom përmbledhë 3 gabime. Unë me thonë që diaspora bën edhe shumë gabime, po nëse me që jam prezent në një emision i cili po shikohet shumë, unë mund me thonë që mungesa e individit kur ndërtohet një objekt është një shqetësim i madh. Dhe në këtë rast unë ju kam drejtu diasporës sepse shumë projekte që i bëjmë ne i kemi edhe nga diaspora, mos me thonë mbi 50%. Dhe çka po ndodh aty? Ne mundohemi që klientin ton, shifni, ne në praktikimin e arkitekturës, apo si zyre projektuese, kemi një filozofi shumë qartë. Po, për mu është shumë e rëndësishme, në atë filozofin që praktikojmë ne, me e bo projekten e mirë dhe me eduku klientin. Dhe kur vjen një klient të unë, i ka disa ide të veta, vjen me foto, vjen me Pinterest, por gjitha ato disi i sistemojmë. Po mu më pengon edhe më shtetson fakti që ka në teren, sepse ajo vepër e jonja du të me u realizu. Edhe këtu fillon gabimi, prandaj edhe e kam qujtë çka po bën diaspora, sepse ja besojnë dajes, halës, tezës, nuk shkon ashtu. Nuk ja besojnë arkitektin që e kanë bë projektin, po aq se unë e kam një kushëri, e kam unë ato, gabimi parë. Pastaj vjen mjeshtri. Kur shkon në teren, unë pa ta dje një telefonat, a vjen me pa. Po, që më ardhë me pa, unë kur ti i ke bu 100 gabime, si du me korrigju në ato gabime, kur ti s'ke punu ma... Jo, e kemi marrë, thani, projekt nga jashtë. Që thash, as po dim, ne me i bu projekte këtu, ti duesh me marrë projekt nga jashtë. Pastaj kjo është gabim tjetër, që unë se kam potencu. Dhe kështu që, kur shkone në teren, aja ka marrë një mjeshtër, të cilit ja ka besu gjithat investim, kënej është tash daja, tezja, hala, që s'din kur gjo, ky mjeshtri fillon me bu imponime ndryshme. E kështu që, po them, nuk janë vetëm 3 gabime, janë shumë gabime. Kosova ka arkitekt mirë. Kosova ka djeme vajza treja që e praktikojnë arkitekturën shumë mirë, në zyret e unë, në zyret tjera. Ne kemi zyre projektuese që marrin çmime ndërkombëtare. Për një prej tyre jemi ne. Dhe ka zyre shumë të mira tjera që kanë fituar çmime ndërkombëtare, që punojnë shumë bukur, që punojnë shumë mirë, po nuk kontaktohen mjaftueshëm dhe nuk ju besojnë mjaftueshëm. E në përgjithësi, fatkeqësisht, pa dashme e zhvlefcu dhe ofendu mjeshtrin tanë, i besohet më shumë mjeshtrit se sa arkitektit. Dhe këtu është, ndoshta unë kisha me thonë ai gabimi më i madhe, sepse mjeshtri e kupton deri diku, po nuk është i edukum për me ditë arkitekturën kaq mirë. Pra, ka shumë më shumë gabime se 3. Po. Fatkeqësisht. Të cilat, po, fatkeqësisht, por të cilat udhëzime, këshilla ose gabime munden me i përmisu në qoftë se pastaj i ndeshne dhe i merrni këshillat edhe nga arbër, qoftë personale, pastaj ju e zgjedhni, ose qoftë edhe ato të cilat i marrin përmes të rrjeteve sociale. Arbër, faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për këtë informata cilat i kanë nda këtu me ne në studio. Patjetër edhe një pyetje në jashtë ja bëj tash. Faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi. E uroj shifemi edhe herave tjera me i shpërnda këto këshilla e këto ide. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, kënaqësi që pata në studio.